kalojmë pak tek çmimet e turizmit. Çmimet e turizmit për të cilat bëhet fjalë që edhe tatimet e kanë publikuar. Do ta shohim pak listën së bashku me njëri tjetrin, dua që të ndalem pak, më ndjek edhe kamera për ta diskutuar në ekranin e madh se cilat do të jenë çmimet këtë radhë pas publikimit të tatimeve. Arktar Hoteli, unë do t'i lexoj në euro që mos ngatrohem me të vjetra dhe me të reja, siç i takon edhe etikës. Po paka shumë do jemi me këto raporte me që euro me lekun është gati 1-1. Arktar Hoteli 670 euro, Banakier 800 euro, Bërës i Akullores 780 euro, Buk Pjekës 700 euro, Ekonomist për turizëm 960 euro, Kamarier 700 euro, Kamarier në restorant 700 euro, Kamarier në bankete 800 euro, Kamarier për hotele 700 euro, Kopshtar 700 euro, Krye Guzhinier 1.400 euro, Larës Enësh me dorë 600 euro, Larës Robash në lavanteri 600 euro, Magazinier 750 euro, Menaxher 900 euro, Menaxher Agjencie Udhëtimi 1.100 euro, Menaxher Bar Kafe 900 euro, Menaxher Restoranti 1.000 euro, Menaxher Hoteli 1.100 euro, mbikëqyrës pastrimi në hotel 1.000 euro, mbikëqyrës pastrimi në restorant 700 euro, ndihmës në kuzhinë 900 euro, në punës në agjenci udhëtimi 900 euro, operator turistik 700 euro, pastiçier 700 euro, pastrues domash në hotel 700 euro, pastrues peshku 700 euro dhe pastrues dhe patrullues në plazh 820 euro. Këto janë çmimet të cilat ka listuar drejtoria e tatimeve pikërisht për sa i përket dhe pagave indikative për sektorin e turizmit. Pa paga më e ulët deri tani e pasqyruar këtu është vlera 600 euro, që do të thotë 600 euro shkon larsi i enëve me dorë dhe larsi i rrobave në lavanteri. Çdo pozicion tjetër është mbi vlerën 600 euro dhe shkon deri në 1.400 euro për kuzhinierin apo krye kuzhinierin. Këto janë pak a shumë lista e çmimeve për cilat duket se drejtoria e tatimeve ka bërë publik sigurisht si mas indikimi përsa i përket dhe pagave. Pas publikimit në këtë pagë sektorial në turizëm, tatimet kanë publikuar dhe paga referencë si pas pozicioneve të punës në këtë sektor. Administrata të rreq vëmendje se çdo tatim pagues që pagën e punonjësit të tij të deklaruar për profesionet e sipër përmendura ose të ngjashme me to, do ta ketë në nivelin e pagës indikative, do të konsiderohet me risk dhe do të bëhet objekt i verifikimeve të thelluara. Pra, gjithsecili prej jush që punoni në këtë sektor dhe keni një pagë më të ulët se sa paga e cila është e listuar, duhet ta raportoni, ndërkohë nga ana tjetër të gjitha këto janë pagat, le të themi, bazë ose indikuese për sa i përket edhe sektorit në fjalë, sektorit të turizmit si më i kërkuari në këtë periudhë. Do ndalem pikërisht për ta diskutuar me Kujtim Dervishin, si kryetari i shoqatës së bareve, restoranteve dhe bujtinave. Mirë se vjen Kujtim, kënaqësi që të kam në bisedë. Faleminderit, kënaqësi që jemi pjesë e emisionit tuaj. Dua që ta nis bisedën duke thënë sa prej këtyre çmimeve janë dhe çmimet të cilat ti ke vetë në flas në biznesin edhe bujtinën tënde. Është e mundur për një biznes që të mbaj këto paga për stafin? Shiko, neve si grup interesi nuk kemi qenë pjesë e këtyre diskutimeve, po sigurisht edhe po pse s'keni qenë? Si ju kanë ftuar? Këto vendime i ka marrë qeveria, i ka marrë drejtoria e përgjithshme e tatimeve se pas analizave të tyre që kanë bërë. Gjithsesi, kjo do të ndikojë në rritjen e çmimeve të produkteve, sepse do të ndikojë sigurisht për arsye se nëse do të rriten rrogat, do rriten edhe siguracionet. Kuptohet. Dhe unë mendoj që neve do të kishim marrë disa modele të suksesshme, siç ka Italia, kanë vende të fqinj për turizmin, do të thonë që punojësit të cilët të sigurisht informalitet ka, kuptohet edhe në Evropë edhe kudo. Por ka ardhur momenti që tani të deklarohen rrogat, të deklarohen domethënë siç kanë përcaktuar tatimet, është e domosdoshme që të mbulohen dhe sigurimet shoqërore jashtë sezonit turistik, sepse punojësit gjatë sezonit turistik është shumë i shkurtër, 4 muaj ose 5 muaj, po themi maksimumi. Periudhën tjetër është mjaft problem domethënë për punëdhënësit. Sigurisht edhe për punëmarrësit. Po si do ja bëni nëse tatimet atëherë s'kan biseduar me ju? Si do të ndodhë në këtë rast, ju që jeni dhe grupi interesit?
Shiko, thash, neve si shoqat që mbulojmë restorante dhe bujtinat shqiptare, kryesisht bujtinat kuptohet, punojnë me stafe kryesisht familjarë të tyre, edhe ndoshta nuk do ta ndjeni shumë kjo bëhet fjalë për bregdetin, për turizëm bregdetar, të cilët kanë shumë punonjës. Por të thash edhe një herë, domethënë është me problem, domethënë neve duhet patjetër të rimbursohet sigurimin shoqëror e shteti për periudhën jashtë sezonit turistik. Nëse do të arrihet kjo, ky rezultat sigurisht do të japi të ardhura, domethënë buxhetit shtetit, por ndërkohë domethënë edhe duhet sistemohet sektori i turizmit në këtë lloj forme. E qartë, e kuptoj. Mirë, do ta diskutoj edhe pak me Enrik Mehmetin. Enrik, mirë se vjen në bisedë. E kishe mirat kapelen, ma hoqe, më gjaje pak si latin mes, ose buz detit Vlorës. E vura prap. E vure prap, po duhet e vendosër se çmimet i lexova në euro, kështu që zëre se jemi në një vend të Europës. Si e sheh këto çmime që ka publikuar tatimet? Janë të arritshme për biznesin, e përballon dot biznesi një restorant që të ketë ato paga? Një restorant i ka, shumica e restoranteve i ka ato paga, dhe të paktën në shumicën e rasteve, ne kemi folur bashkë nëse e mban mend edhe për emisionin që ishte rrogat që ishin të larta gjitha me radhë. Po nga ana tjetër, edhe pjesa e pagave janë... Po jo, dua të të pyes këtu tani, prit, dua të të pyes këtu. Ma jepni pak bashkë me Enrikun, dua dhe një herë e çmimeve t'i kem tek ekrani, regjia. E dua që ta kem të ndarë, se dua të të pyes për një biznes. Enrik, marim një restorant, nuk e di nëse ma jepni do të edhe listën, regjia. Marim një restorant mesatarisht flas, sa kamarier ka? Po një restorant, për shumë mund të themi që një restorant mesatar këtu ka 3 kamarier, për shumë mund. Ka 3 kamarier, që do të thot 3 kamarier, po bëjmë një llogari të shkurtër, dua ta bëj llogarin bashkë me ty, nuk do mërzitesh. Ka 3 kamarier, që do të thot 3 kamarier me pagën 700 euro, apo jo? Sipas, po, gjithmonë i referohem çmimit që kemi në ekran. Pra, flasim për kamarierët të cilët kanë pagën 700 euro, plus, çfarë ka tjetër një restorant? Shefin e kuzhinës? Kuzhinierin, krye kuzhinierin? Ka shefin e kuzhinës, që ka 1400 euro rrog, prit, 1400 euro rrog, kemi tjetër, kemi menaxherin, besoj, e ka një menaxher, që do të thot edhe 900 euro rrog. Do njerë ka, do njerë është pronari menaxher. Do njerë është vetë pronari menaxher, Ka pastiqer, apo vetë shefi kuzhinës bën dhe një ëmbëlsirë? Jo, shefi kuzhinës dhe ndihmës i kuzhinier nuk ka, me thënë në asë ato restorante. Larës enësh, ka? Besoj po. Një larës enësh. Po. Oke, 600 euro. 600 euro, pag. 600 euro pag. Ka një ekonomist? Apo merret vetë pronari edhe me këtë? Po, ndonjëherë merret edhe vetë pronari, por e ka mund ta ketë një ekonomist, por mund të ketë një ekonomist i jashtëm. E kuptoj. Me pagesë të ulët, tu nuk e 300 euro. Nuk e klasifikojmë shumë. Ja 300 euro po e klasifikojun. Pra, flasim për këto vlera, paka shumë. Po. Pra, 2100 euro në shkojnë kamarierët, plus 1400 euro, ja po flasim 3500 euro, edhe 900 euro, 4400 euro, edhe 600 euro, 5000 euro, edhe 300 euro ekonomisti, 5300 euro. Një restorant, pra, po flasim vetëm paga, pa taksat të deklaruara, po flasim vetëm paga, nuk po bëjmë asnjë llogari tjetër taksash. I duhet vetëm paga për stafin, 5300 euro. Ja del dot? Plus, shtoj dhe qeran, sa thua ti qeraja është? 2000 euro qera? Por çështja është që prandaj pjesa e tregut ka... I leverdis do të një pronari që të ketë një restorant atër me këto çmime? Në mesatarisht, paktën këto që thash edhe duke qenë që ne morëm disa restorante mesatare, ka që hasin vështirësi, po ka edhe restorante që kanë arritur që t'i përballojnë këto shpenzime, duke qenë që edhe çmimet janë rritur disi. Nëse më përpara ne kemi pasur për shembull pastat që kushtonin
e zëm, kam filluar herët me 500 lekë të reja, dhe thënë u rritën me 700, 900, 1000, 1200, do me thënë... E kuptoj. Mora një produkt që shitet shumë. Rëndom, që shitet shpesh, po. Se ke dhe pizzaioli, në? Imaginojë të kesh dhe një pizzaioli. Pizzaioli është 1000 euro, rogë. Varet, se nuk është se kanë gjithë restorantet atë, por sa lek lëti kur vete në një restorant në jug, për shembull nëse do veni e zëm 4 veta. Sa ke paguar? Në varet se në cilin restorant, se tashi... Po e zëm, flasim të njëna këto restorantet mesatare që po flasim. Po absolutisht më pak se 100 euro jo njëherë. Me thënë, dhe çështja pikërisht është kjo lidhet edhe më shumë, po flas, zëre se po flas vetëm ushqimet, pa marrë një pije, pa marrë diçka, se po more edhe ato pastaj shkon akoma më shtrenjtë. Prandaj po flasim për, me thënë, edhe rritjet e kështu dhe rritjet e çmimeve të produkteve dhe, me thënë, kemi rritje çmimesh në të gjitha anët. Edhe dhe pjesa e turistëve në një farë mënyrë. Dakor, po ja, ta pyes pak atëherë kujtim, 7.300 euro. E përballon dot një restorant që të mbaj, po flas vetëm pa nxjerr shpenzimet e tjera, se një restorant ka dhe kosto energji elektrike, ka dhe një kosto malli i cili hidhet, se jo i gjithë produktet konsumohen, ka goxha firo. Qiko, brenda sezonit turistik kuptohet që sigurisht i ka të ardhura që i mbulojnë të shpenzime, po bëhet fjalë për jashtë sezonit. Ka shumë hotelet, bregdetit që mbyllen nëse jashtë sezonit, kështu që është, të thash, është një problem shumë i madh. Përse për këtë kësaj, kështu që besoj që duhet të gjendet një rrugë, do të thënë e mesme për këtë, se gjithçka do të thënë varet ke rritja e çmimeve të produkteve, do rritet çmimet e hoteleve, do rritet çmimet e ushqimeve, do rriten gjitha këto sepse për të kompensuar këto, për arsye sepse do të paguajnë edhe pronari, do të paguajë sigurimin shoqëror të atij punonjësi për atë rrogë që është vendosur, nuk bëhet fjalë tani që të paguash minimale në sigurimin shoqëror. Edhe kjo do ta rëndojë goxha buxhetin e subjektit. Kështu që për jashtë sezonit do t'jetë e vështirë. Dhe çfarë do të quhet jashtë sezonit zyrtarisht? A kemi ne më një sezon zyrtar? Shiko, neve po mundohemi që Shqipëria të bëhet gjithvjetor. Jam dakord, po. Gjithsesi, Bregdeti është si thosh është një ndihmë e madhe përsa i përket buxhetit të shtetit, e kuptohet sepse turizmi shqiptar ka marrë goxha përparësi përsa i përket turizmit bregdetar, por duke mos përjashtuar edhe turizmin malor, kuptohet se ka mjaft atraksione në Shqipëri për vizituar. Por tash qëllimi këtu është për sigurimin shoqëror, për ne po të them që grupet e interesit do të kishin diskutuar për këtë problem, për arsye për të gjetur një mes, sepse nuk mund ngrihen me njëherë çmimet, domethënë i tek qeverisë sot edhe të ngrihen çmimet, domethënë këtë sigurisht që ka informalitet, kuptohet, sepse sezoni turistik, subjektet turistike, këto që kanë me favorizime që kanë detin afër, sigurisht që kanë të ardhura, por gjithsesi janë shumë pagesa siç e përmendët dhe juve, duke përfshirë taksat, tatimet, janë mjaft. Po unë deklarova vetëm paga, deklarova vetëm rroga, nuk flas për sa janë deklaruar, se janë dhe taksat shoqërore, shëndetësore, taksat e biznesit. Po kjo në po ta shikosh më qartë këtë, kjo po eliminon, domethënë, ose si thua, po nxjerr në pa ato subjekte që janë rentabël, të cilët do mbijetojnë. Ka mjaft subjekte të tjera që siç thoni juve, i kanë dhe me qera dhe i kanë mjaft vështirësi për të përballuar. Edhe kjo do të bëjë që do të eliminohen mjaft subjekte turistike. Pra ke frikë që shumë biznese do të mbyllen pas publikimit kësaj liste? Absolutisht, sepse me të çmime marra mend, shiko, unë po të them vetëm një fakt. Po si ja bën, po si ja bën një biznes, ose këti gjithë bizneset, ti vërtet thua do mbyllen, po gjithë bizneset i ke me dyer hap. Si ja bëjnë që kanë këto vlera? Vetëm po të bëhet evazion fiskal.
Shiko, vitet e fundit, nëse u rritën rrogat, ndodhin diçka shumë e çuditshme, për arsye se gjithë ndërtuesit që ndërtonin pallate, apartamente, fillon të bëjnë restorantet e tyre nëpër këto subjekte, nëpër këto pallate. Edhe kuptohet, donatarët nuk e kishin problem për të paguar stafet, dhe sigurisht ato i rritën rrogat e stafeve. Tani erdhi koha që tush gjithë rrogat e punojësve, sepse janë shumë arsye, ndikon lufta në Ukrainë, janë rritë gjithë produktet, dhe është domosdoshme, pandemia ndikoi goxha. Po mirë, produktet janë rritur dhe në Itali, produktet janë rritur dhe në Greqi, produktet nuk janë rritur vetëm për Shqipërinë, produktet janë rritur dhe në Kosovë, se lufta në Ukrainë ndikon vetëm tek ne. Vetëm tek ne e gjenë qershin sot mbas 5 viteve 8 euro kilen. Dhe me thënë, janë shokuar gjithë turistët që vinë dhe shohin qershia, që është qershia 6 euro kilja, 5 euro kilja, ndërkohë që ne vënd me qershi. Ato janë qershi importe, sigurisht kanë kostet e veta. Po unë do të thoja që Shqipëria vazhdon të jetë akoma e lirë. Marë qershin si referencë, nuk është se është qershia elementi. Një cita komoduese çmime po të vërsheti krahasosh hotelet tona me të Malizi, kuptohet janë shumë të lira. Produktet tona ushqimore, flas për restorantet, pra sa juve diskutuat, prap janë më të lira, po të krahasosh me vende të tjera të rajonit, flas vende turistike, domethënë si fqinjet tanë, Greqia, Italia. Ku mendon në Booking, po ta shohësh në Booking thua, ne i kemi më të shtrenjta se sa Malizi? Jo, absolutisht më të lira. Më të lira? Absolutisht vazhdojnë të kemi më të lira, sigurisht. Edhe këto bëjnë, domethënë që këtu ka neve ka një rritje turizmi nga viti në vit. Pra vazhdojnë që të ketë nga vitin vit, thua, të ketë një... Mirë, do isha shumë kurios në fakt shikoja se sa e ka çmimin në... Unë desha të shtoja këtë, që unë mendoj që do ketë një rritje turizmi këtë vit edhe për arsye të krizës në linjën e mesme, do ketë mjaft turistë që po lënë Turqinë, po lënë vendet e linjës mesme, dhe do i kthehen këtyre vendet që janë më të sigurta, siç është Shqipëria dhe vendet tjera të Ballkanit të Evropës. Okej, Enrik, po. Bie dakord që ne vazhdojmë ende të kemi çmimet e lira krahasuar me vendet e tjera të Ballkanit? Ka në krahasim, po. Në krahasim, në shumë raste që ne mund të duken çmimet të larta, e përmendi pak zotëria edhe për pjesën e çmimeve që ka shumë të drejtë për një pjesë, dhe ti ke të drejtë që disa produkte ne i kemi të shtrenjta, ato që përmendë për shembull qershit e gjitha me radhë. Po ka dhe një gjë tjetër. Ne kemi më shumë kualitet se sa një pjesë e hotelerisë tyre zonave që ne folëm, për shembull si Malizi, kanë kualitative dhe kanë dhe çmime më të larta, por ata që janë në këto nivele me këto çmime, ne paktën duke qenë që kemi ndërtime të reja dhe kemi konstruksione të reja, pikërisht është fakti që ne kemi dhe disi pjesën e çmimeve më të larta dhe çmimet unë mendoj që do vazhdojnë të rriten. Do vazhdojnë çmimet të rriten me cilat çmime, në cilat nivele do shkojmë ne? Atëre, paktën hotelet që mund të quhen cilësore kualitative me rritjen e kërkesës do rriten edhe çmimet, ndërsa turizmi tjetër, ai që zgjedh këto B&B-t apo këto restorantet, siç kemi këto restorantet se kemi vetëm të shtrenjta, se folëm tani për të restorantet të shtrenjta dhe pagat larta, por kemi dhe turistë, sidomos italianët, që zgjedhin këto restorantet e një shtrese të mesme, që për shembull, ta marrim hym te menuja, një fritur mikse mund ta marrin 12 euro, 15 euro për 4 persona. Dhe kjo do të thotë që i ofrojmë të gjitha, kemi mësuar të i ofrojmë të gjitha, se në fillim na mori në thonjza, ajo ta përmend një shprehje yrysh, që të kishim të gjithë çmime të larta, më pas mësuan që sasi dhe disi çmime të ulta. Dhe turistët në bazë të Booking, dhe kjo që shumë restorante nuk i kushtojnë vëmendje këtyre faqeve të internetit që bëjnë vlerësimet, në bazë të këtyre faqeve, këtu në Shqipëri ne jemi kthyer ashtu siç edhe vendet europiane që kanë në realisht të gjitha opsionet. Dhe prandaj dhe këtu në Shqipëri në një farë mënyre
po shikohet dhe kjo nevoja e këtyre restoranteve me çmime më poshtë se mesatarja. Duke u nisur gjithmonë nga vlerësimet, mbaj mend që është në paktën në Vlorë, janë 1-2 restorante të vogla që mund t'i gjesh vetëm nëpërmjet GPS-it, nuk gjem vend, Flori. Vërtet, ë? Nuk gjem vend. Po. Ai që mund të jetë disa restorante që mund të jenë në vijën e parë, mund të jenë bosh, ndërsa këto restorante kur të vish do të ftoj që të shkojmë në një prej këtyre restoranteve. Po s'do gjem vend, po shkuam, apo me mikë edhe e gjen një. Madje me mikë e gjen. Nuk mbaj prenotime këta. Mirë, bëj shaka. Po dua të të them që po çfarë ndikon shumë ndikon në review-ja, çfarë ndikon? Review. Madje një artiste shumë e famshme, ku shkova në një nga këto restorante, e pash aty. Domethënë nuk zgjodhi një nga këto lukset. Po, e kuptoj. Janë nga këto, siç kanë italianët tavernat e tyre, italianët kanë tratoritë e tyre familjare që e din. Te tratoria italiane të thyen në mes pa me çmime. Ndërsa ne jemi akoma, le të ankohen sa të duan, le të ankohen për shumë pjesën, le të ankohen edhe le të lënë shënime si të duan. Ne udhëtojmë jashtë shtetit dhe e dim çmimet se sa mund të shkojë një pjatë pasta, se sa mund të shkojë një pizza, apo se sa mund të shkojë. E di, e kuptoj. Kështu që ne kemi çmime shumë të mira. Në krahasim qoftë për pjesën e luksit dhe qoftë edhe për pjesën e restoranteve mesatare. Dgjoj, do të pyes edhe pak se e di që ti futesh dhe në skutat e tjera. Mbriti ky aktori turk Burak Özçivit? Nuk e di, e pati vizitën në Vlorë për çfarë? Thjesht si turist për të parë Vlorën, apo? Po do t'ja dëgjojmë këngën mbas sa kohësh. Domethënë, bëj shaka. Ai ishte me një biznesmen shumë të fuqishëm turk, që ka qenë në disa takime këtu, e shoqëronte këtë biznesmenin. Ka pasur tu është pritur nga Sinan Idrizi, që është presidenti i Flamurtarit, që ka lidhje shumë të forta turke, dhe një prej njerëzve të nderuar në qytet, paktën që njihet. Ndërsa pjesa e lëvizjeve të tij ishin kështu, nuk lejoheshin as intervista, komunikimin e kishte me një edhe 2-3 bodyguard që duhet të rihen distancë. Arsyeja nuk e dim tamam, por është për të investuar në Shqipëri, do investojnë në turizëm në Shqipëri. Ai jo, miku ti po. Po ai kishte ardhur për të parë Shqipërinë, për të parë Vlorën. Nuk ju afrove dot Enrik, ë? Realisht nuk kam në interes, domethënë që ti afrohesh apo për ndonjë motiv tjetër. Shiko, po. Që as për bërë foto, as për bërë video. Jo, po dua të të pyes, për çfarë përdori bodyguardët? 3 bodyguardët pyes. Jo, them, po këta që më tregonin që donin të pandemia ndikoi goxha. Po mirë, produktet janë arritur dhe në Itali, produktet janë arritur dhe në Greqi, produktet nuk janë arritur vetëm për Shqipërinë, produktet janë arritur dhe në Kosovë, se lufta në Ukrainë ndikon vetëm tek ne. Vetëm tek ne e gjen qershin sot mbas 5 viteve 8 euro kilen. Domethënë janë shokuar gjithë turistët që vinë dhe shohin qershia që është qershia 6 euro kilja, 5 euro kilja, ndërkohë që ne vend me qershi. Ato janë qershi importe, sigurisht kanë kostot e veta. Po unë do të thoja që Shqipëria vazhdon të jetë akoma e lirë. Marr qershin si referencë, nuk është se është qershia elementi. Një dit akomoduese çmimet po të vërsheti krahasosh hotelet tona me Malizi, kuptohet janë shumë të lira. Produktet tona ushqimore, flas për restorantet, pra sa juve diskutuat, prap janë më të lira po të krahasosh me vende të tjera të rajonit, flas vende turistike, domethënë si fqinjet tanë Greqia. Ku mendon në Booking, po ta shohësh në Booking thua? Ne i kemi më të shtrenjta se sa Malizi? Jo, absolutisht më të lira. Më të lira? Absolutisht vazhdojnë të kemi më të lira, sigurisht. Edhe këto bëjnë, domethënë që këtu kanë edhe ka një rritje turizmi nga viti në vit.
Pra vazhdojnë që të ketë nga vitin vit, thua të ketë një... Mirë, do isha shumë kurios në fakt shikoja se sa e ka çmimin në... Unë desha të shtoja këtë, që unë mendoj që do ketë një rritje turizmi këtë vit edhe për arsye të krizës në linjën e mesme, do ketë mjaft turistë që po lënë Turqinë, po lënë vendin e linjës mesme, dhe do i kthehen në këtyre vendet që janë më të sigurta, siç është Shqipëria dhe vendet tjera të Ballkanit të Evropës. Okej, Enrik, po. Bie dakord që ne vazhdojmë ende të kemi çmimet e lira krahasuar me vendet e tjera të Ballkanit? Ka në krahasim, po. Në krahasim në shumë raste që ne mund ta duken çmimet të larta, e përmendi pak zotëria edhe për pjesën e çmimeve që ka shumë të drejtë për një pjesë, dhe ti ke të drejtë që disa produkte ne i kemi të shtrenjta, ato që përmendë për shembull qeshit e gjitha me radhë. Po ka edhe një gjë tjetër. Ne kemi më shumë kualitet se sa një pjesë e hotelerisë tyre zonave që ne folëm, për shembull si Malizi, kanë kualitative dhe kanë dhe çmime më të larta, por ata që janë në këto nivele me këto çmime, ne paktën duke qenë që kemi ndërtime të reja dhe i kemi konstruksione të reja, pikërisht është fakti që ne kemi dhe disi pjesën e çmimeve më të larta dhe çmimet unë mendoj që do vazhdojnë të rriten. Duke qenë do vazhdojnë çmimet të rriten, me cilat çmime, në cilat nivele do shkojmë ne? Atëre, paktën hotelet që mund të quhen cilësore kualitative me rritjen e kërkesës do rriten edhe çmimet, ndërsa turizmi tjetër, ai që zgjedh këto B&B-t apo këto restorantet, siç kemi këto restorantet se kemi vetëm të shtrenjta, se folëm tani për të restorantet të shtrenjta dhe pagat larta, por kemi dhe turistë, sidomos italianët, që zgjedhin këto restorantet e një shtrese të mesme, që për shembull, ta marrim hym te menuja, një fritur mikse mund ta marrin 12 euro, 15 euro për 4 persona. Dhe kjo do të thotë që i ofrojmë të gjitha, kemi mësuar të i ofrojmë gjitha, se në fillim na mori në thonjza, ajo ta përmend një shprehje yrysh, që të kishim të gjithë çmime të larta, më pas mësuan që sasi dhe disi çmime të ulta. Dhe turistët në bazë të booking, dhe kjo që shumë restorante nuk i kushtojnë vëmendje këtyre faqeve të internetit që bëjmë vlerësimet, në bazë të këtyre faqeve, këtu në Shqipëri ne jemi kthyer ashtu siç edhe vendet europiane që kanë në realisht të gjitha opsionet. Dhe prandaj dhe këtu në Shqipëri në një farë mënyre po shikohet dhe kjo nevoja e këtyre restoranteve me çmime më poshtë se mesatarja. Duke u nisur gjithmonë nga vlerësimet, mbaj mend që është paktën në Vlorë, janë 2 restorante të vogla që mund t'i gjesh vetëm nëpërmjet GPS-it, nuk gjem vend, Flori. Vërtet, ë? Nuk gjem vend. Po. Ai që mund të jetë disa restorante që mund të jenë në vijën e parë, mund të jenë bosh, ndërsa këto restorante kur të vish do të ftoj që të shkojmë në një prej këtyre restoranteve. Po s'do gjejmë vend, po shkuam, apo me mikë dhe e gjen një. Madje me mikë e gjen. Nuk mbaj prenotime këta. Mirë, bëj shaka. Po dua të të them që po çfarë ndikon shumë, ndikon review-ja, çfarë ndikon? Review. Madje një artiste shumë e famshme, ku shkova në një nga këto restorante, e pash aty. Domethënë nuk zgjodhi një nga këto lukset. Po, e kuptoj. Janë nga këto, siç kanë italianët tavernat e tyre, italianët kanë tratoritë e tyre familjare që e din. Po tratoria italiane të thyen në mes pa me çmime. Ndërsa ne jemi akoma, ore të ankohen sa të duan, le të ankohen për shumë pjesën, le të ankohen edhe le të lënë shënime si të duan. Ne udhëtojmë jashtë shtetit dhe e dim çmimet, se sa mund të shkojë një pjatë pasta, se sa mund të shkojë një pizza, apo se sa mund të shkojë. E di, e kuptoj. Kështu që ne kemi çmime shumë të mira. Okej, në krahasim
qoftë për pjesën e luksit dhe qoftë edhe për pjesën e restoranteve mesatare. Dgjoj, do të pyes edhe pak se e di që ti futesh dhe në skutat e tjera. Mbriti ky aktori turk Burak Özçivit? Nuk e di, e pati vizitën në Vlorë për çfarë? Thjesht si turist për të parë Vlorën apo? Po do t'ja, si thon, do t'ja dëgjojmë këngën mbas sa kohësh. Domethënë bëj shaka. Ai ishte me biznesmen, me një biznesmen shumë të fuqishëm turk, që ka qenë në disa takime këtu, e shoqëronte këtë biznesmenin. Ka pasur tu është pritur nga Sinan Idrizi, që është presidenti i Flamurtarit, që ka lidhje shumë të forta turke, dhe një prej njerëzve të nderuar në qytet, paktën që njihet, ndërsa pjesa e lëvizjeve të tij ishin kështu, nuk lejoheshin as intervista, komunikimin e kishte me një edhe 2-3 bodyguard që duhet të rihen distancë. Arsyeja nuk e dim tamam, por është për të investuar në Shqipëri, do investojnë në turizëm në Shqipëri. Ai jo, miku ti po. Po ai kishte ardhur për të parë Shqipërinë, për të parë Vlorën. Nuk ju afrove dot Enrik, ë? Realisht nuk kam në interes, domethënë që ti afrohesh apo për ndonjë motiv tjetër. Shiko, po. Që as për bërë foto, as për bërë video. Jo, po dua të të pyes, për çfarë i përdori bodyguardët? 3 bodyguardët pyes. Jo, thema, po këta që më tregonin që donin të njerëz që donin të bënin foto e kështu me radhë, sikur, por që ideja ishte nga që ishte është i njohur, unë s'kam ndikur, prandaj po them nuk kam në interese. Si kam ndikur në njëra ato telenovelat edhe kur po shikoja fotografinë, bile si mua ishte dhe ai kryetari i bashkisë se i ngatroi emrin ja 2 herë, domethënë. Vërtet? Burakut? Po, shiko videon që qarkullon në internet, po avash ose e bëre sikur, po kush është o burr tani aktor? Ju të telenovelave i njifti vetëm, domethënë. Po kujt më thua, dgjoj. Enrik më thua mua, unë për vete s'kam kohë të marr frymë, të ha buk, jo më të shikoj edhe telenovela, po. E pashi u bë, mori lajm të madh, ka ardhur Buraku, thash kush është, ta shohim pak Burakun. Tash ai është një aktor që është i njohur në Turqi, edhe në Shqipëri, ka marrë një famë. Po mendova mos do vi për një festival këtu, mos do prezantoj në një festival. Po dela e pëlqejnë, me thënë përgjithsisht e pëlqejnë femrat që ashtu dhe unë realisht aty e dëgjova kush ishte, ta them sinqerisht. Mase është turp, po me thënë aty e mora vesh. Po ideja është që, shiko, jashtë shakas, Shqipëria, Vlora, po vinë ca emra që nuk e kanë njohur ndonjëherë. Tani po shikoja në Lungomare, reklamën e një kompanie të njohur botërore, mos të bëjmë reklam që mos ta përmendim domethënë, që nuk ish menduar ndonjëherë që kjo lloj kompania të vinte reklam, se më shumë i blinin te një ca dyqane ato fake-et, domethënë të kësaj markës ndërkombëtare. Dhe shikojmë tani në Lungomare një gjithë ajo promo, gjithë ajo reklam, apo këta emra, apo... E kuptoj, pra ka marrë dhe vëmendje të madhe nga figurat e njohura. Enrik, të falenderoj shumë. Nuk është ma Shqipëria që... E njëjta Shqipëri. Mirë, të falenderoj. Rëndësi ka që t'jemi Shqipëri e mirë, se që do zhvillohemi, po të zhvillohemi mirë. Se mos po ma pret fjallën, jo unë dhe them dhe në fund që jemi Shqipëria që sot krenohemi, realisht, më beso. Rëndësi ka që të paktën ka figura edhe ka një zhvillim edhe në turizëm, po është zhvilluar që nga koha kur ne bënim bashkë reportazhe. Falinderit shumë Enrik që ishim bised, falinderit shumë kujtim, gjithashtu të falenderoj që ishim bised edhe që sqaruam të paktën çmimet që ishin deklaruar këtë rast nga tatimet. Pas pak do të ndalem me Hysni Dangshin, mjekun alternativ, për të diskutuar për problemet e tiroideve.